kur që një njeri të arrit të drejtoj një makinë për një gjysmë shekulli? Si ai e mban në gjendje të mirë automobilin e tipit Volkswagen për më tepër se 50 vjet, edhe pse shoferi që e meriton plotësisht këtë emër ndonë se nuk është profesionist, po u afrohet 90 vjetëve jetë. Ndiqni intervistën. Mbase është një rast i veçantë jo vetëm në Ulqin, por edhe në tërë Malin e Zi edhe më gjerë, në sfondin tim është një makinë e prodhimit Volkswagen që është quajtur me atë emrin përkthjelës Bubrec, që ka rreth një gjysmë shekulli. Dhe është karakteristike se këtë makinë e ka drejtuar vetëm një pronar dhe është i blerë, domethënë, në një sallon të atëhershëm në ish Jugosllavi në Shkup. Dhe pranë kam atë që është shoferi i këtij Volkswageni. Më thuaj, kur, në cilin vit e ke blerë këtë makinë? Këtë makinë kam blerë në vitin 1974. Që i bie saksisht sa vjet? Janë 51 vjet. Në vetin muaj ti vit, 51 vjet. Sa ka qenë e vështirë atëherë të blesh makinë, kurse ti e ke blerë, domethënë e ke blerë të ri, apo jo? Po dhe po, unë kam marrë fabrikë të ri. Muj më thanë që 6 muaj ditë për para, pa e ble, ma lyp me bo pagesen, se ka kënë shumë shtirë. Dhe sa ka kushtu atëherë, që ta di njerëzit? Atëherë ka kushtu në 500 dinar e diçka. Në faktura të sajtë. Dhe sa i bie apërsisht, sa është dash të punosh që ta blesh këtë makinë me atë rrogë që ke pasur në atë kohë? Me atë rrogë që kam pasur në atë kohë, a lyp veç rreth 4 vite ditë, vetëm me i rujt për me pagu. 4 vjet rrogë, por normalisht ta ruash rrogën. Po, ta ruajt rrogë. Dhe si ke arrit ta paguash, sepse është dashur dhe t'jetosh, ke pasur fëmijë, familjen. Unë i kam pas, po më ndaj paret edhe pa rrogë, kam mujtë me ble, ma gjohë kam vendosur që do me ble, edhe kam vendosur që do marrë një makinë Volkswagen, që ja një makinë diçka që... 50 vjetë, 51 vjetë, realisht e ke drejtuar, e ke vozitur ti. Po, unë e kam drejtuar. Thuaj, ku ke shkuar me këtë makinë? Po, me këtë makinë kam udhëtuar dhe krejt kohën muj mu të regu mas parit 4 kohë Ulqin që kam majtë punën. Që ke ardhë gjithmonë për çdo ditë? Që kam marrë çdo ditë. Po në relacione me gjatë? Në relacione me gjatë, kam kënë Shkup, kam kënë Dubrovnik, kam kënë Sarajev, e diçka, tash në Shkodër, Tiranë. Dhe vazhdon ta drejtosh këtë makinë vetë si që pam, apo jo? Muj jam gjendje, makina me shku edhe vetë, por makina me shku me shëtit krejt Evropën, me sa i di gjatë keqe makinës. Dhe më thuaj diçka, në gjuhën popullore thonë që 3 gjana nuk i jepen askujt. Një ndërta është edhe makina, ja ke dhënë ta vozisësh dikujt tjetër apo jo? Ja kam dhënë vetëm vllai më ka gra dhe herë, edhe djali e ka gra, por djali e ka pas që unë po kam qef me rujt, ashtu edhe ka pas makinën e vetë, unë e kam ble 51 vjetë po baj, a djali ka ndru 3 makina, do mos e krejt është edhe të roja. Po si e ruan këti, hajtë në trego? Si e ruaj, do më thonë se ruaj vojën ja kanë ndru vetë ma shumë, serviset e pari kanë bo në Dubrovnik. Dhe çfarë ka thënë një mjeshtër që është mirë t'ja ndrosh vojën vetë? Një mjeshtër në Kotor ka thonë, ti e ke pështu makinën, pse ja ke ndru vojën vetë. Se shka në servis, edhe t'ja hjek vojën, t'ja qetë vojën me një herë, edhe kur gja më shmanë të s'ke bo. A unë e kam qitë. Mramje ka kullu dërën me nëgjes, ja kam qitë vojën edhe e kam gra. A ke pasur ndonjë herë me këtë makinë, a ke pasur ndonjë ndeshje, a ke gërvishtur ndonjë herë? Ja, bandaj gërvisht e të vogël, ja që më kanë shka gja. Sa herë e ke lyrë këtë makinë, sepse shkëlqen makina? Po, të kanë gjyros 2 herësh. Të 2 herët e kanë gjyros në brajsh. Herën e fundit, 3 smaj, ceka kam gjyros, kjo gjyrë. Ka tash ja 12 vite që e kam gjyros era fundit. Edhe sa vjet do ta drejtosh këtë makinë? Hajtë më thuaj. Po, do ta drejtoj drejt kam mundësi me gra. Alale e në kam drejt me gra. Registrimi ja bajnë vakt.
A ke pasur ndonjëherë atë kanë dënuar Valla, policia? muj me thonë, për 50 vjetë, nuk dhja i kam pas 5 dënime. S'kam pas dënime. Besoj që kameramani ka mundësi të na ndjek, ne do ta provojmë këtë makinë se si punon, dhe është një gjë interesante për ta parë si model Muhamet Kovacin, i cili e drejton këtë makinë. Pra si model se si ruhet makina dhe si ajo mund të ketë një jetë kaq të gjatë, pra një gjysmë shekulli. Kemi nisur të vozitemi me makinën e Muhamet Kovacit. A më thuaj, makina është aq sa është e vjetër, po sa vjet i keni ju? Unë kam vjetë sa dush, 86 vjetë. 86 vjet edhe për ditë arrini të kryeni gjitha punët me këtë makinë. Po. Edhe u thaj, ku më dhe me të kuda që shkaj. A e bajmë një urim? Uroj, inshallah i mush 100 vjet dhe arrin që të drejtosh makinën. Po shumë faleminderit, po janë shumë 100 vjetë. Se kur gjo nuk po duhen 100 vjetë. Nëse je mirë me shëndet, janë shumë të rëndësishme. Po ajë varet krejt të shnet, ja. Edhe me shnet mirë, ja. Nuk moj mua në ku. Për gjatë vjetë jam shumë mirë. Si arrin të arun babaj juaj makinën tash 51 vjet? Po, si se patë edhe vetë, makina e një gjendje jashtëzakonisht mirë, kja duke falenderoj babës që është shumë i përkushtuar edhe shumë i dhanë për makinë, domethënë shumë i lidhur. Ai çdo ditë po thuaj nuk ka teori pas me dalë me shiku makinën, me shiku, me la, me pastru. Bere, ai përveç ta gjona që janë tu, ai ka marek që edhe gjanat veglat rezervë për mi siguru që mi pas. Për rest prishës, domethënë shumë jashtëzakonisht i dhanën edhe e pasiruar mas veturës.